Kryeadministratori i Bashkisë Fier Florian Muçaj ka pohuar se situata e rreshjeve ka qenë nën kontroll. Si pasojë e rreshjeve intensive gjatë natës, ka patur probleme në një sipërfaqe të vogël në qytetin e Fierit. Lumi Gjanica ka hyrë në rreth 6 biznese dhe në oborret e 10 banesave. Qarkullimi i këmbësorëve u pezullua përkohësisht pasi ishte e pamundur kalimi nga një ranë e rrugës në tjetrën. Gratë dhe fëmijët u larguan nga banesat duke shkuar tek të afërmit e tyre. Situata është normalizuar mëngjesin e sotëm. Ndërhyrjet për pastrimin e shtratit të lumit Gjanica kanë sjellë një situatë të përmirësuar në Fier, ndërkohë që dalja nga shtrati gjatë natës ka ndodhur në një pjesë ku ende nuk është kryer pastrimi, i cili është në proces. I vetmi vend ku kemi pasur përmbytje që ka filluar dje në mbrëmje rreth orës 10:30 dhe ka vazhduar deri në orën 1:30 të mëngjesit, ka qenë ky segmenti këtu. Segmenti vjen për shkak të dhe përmbytja ka ardhur për shkak të ngushtimit, siç e shikoni edhe vetë, ngushtimit që ka ardhur shtratit të lumit Gjanica. Ndërkohë vjet re mjaft qartë diferenca ndërmjet zonës që është pastruar nga Bashkia e Fierit, që është deri tek ura Pasarelës, në atë pjesë ande ku ka qenë një nga zona më problematike në qytet dhe ku gjithmonë ka pasur përmbytje të lumit, nuk ka ndodhur absolutisht asnjë përmbytje gjatë ditës së dieshme, kurse kjo zonë këtu nuk është pastruar akoma. Ndërkohë ekskavatorët janë duke punuar dhe brenda muajit janar duhet jemi në këtë zonë ku jemi ne tani këtu, duhet të jetë e pastruar. Në lidhje me bizneset e përmbytura tek ura me shkallë, kryebashkiaku Armando Subashi ka nxjerrë një urdhër që pezullon në aktivitetin e tyre nga muaji tetor i 2015 deri në 31 mars të 2016, kur edhe pritet që të përfundojë së pastruari dhe zgjeruari shtrati i lumit Gjanica. Për sa i përket këtyre bizneseve të cilat ndodhen në këtë zonë këtu, e cila përmbytet gjithmonë, deri në pastrimin dhe sistemimin e shpateve të lumit Gjanica, që do të bënte të mundur shmangjen e përmbytjeve për këtë zonë, ka një urdhër të kryetarit që nga data 1 tetor deri në datën 31 mars, ata të mos lejohet të ushtrojnë aktivitetin e tyre.